Janë 16 dhe koordinohen shumë mirë kur vjen puna me këndu dhe miro defave. Janë këto vajzat defatore nga Ferizaj të cilat vinë sonte në prive për të na shpalosur më shumë detaje se çfarë situata ato shumë shpesh ndodhen në Kanaxhegje dhe në dasma shqiptare. E ndjekim bashkë një material të përgatitur nga Florian Halili. Çdo gjë e kaluar po rikthehet përsëri si një trend i kohës. Dasmat e dikushme shqiptare dhe të tanishmet nuk kanë shumë dallim tradita e aq më pak në veshjet e nuseve në Karaxheqe. Përveç veshjeve me 1000 lek, po del të jetë diçka tjetër edhe më interesant tek populli jonë. Jenas në Kanaxheq e as me najdasëm. Jena në Ferizaj me grupin e defatoreve dhe valltareve të këtij qyteti. Njëra prej shumë detyrave të tyne qikave është, përveç me kall dasmën, me shti nusën me kajt deri të shterrët. Nisër Roma o bajrak në nuse, Ky grup defatorësh prej 16 vajzash funksionon tani e disa vite në tregun e dasmave. Madje janë shumë të zëna se e përket datave të goditura, lidhur me punën e tyre. Janë në numër shumë e me do e mos duhet një menaxhim mirëfill për të kaluar problemet më dha mes vete. Kena fillu të i pytë gjyshet, nanat, hallat e tona, tezet për këngët e vajit nusës. Për këngë darsmave normalisht na krejt e dim që krejt këngëtarët i knojnë edhe nuk u kanë fort problem. U kanë problem derisa e mësu krejt me i radefit njëjtë, edhe derisa e kanë mësu pjesën e kanës, dhe me thonë ceremonia e kanës që është pak më e vështirë, me i gjetë edhe frazat ato krejt komplet. Moshat të ndryshme, zërat holl, të trash, dallimin tone e gjitha këto vështirësojnë punën e defatorëve nëse nuk koordinohen në kohë për të kënduar. Ka shku një kohë e gatë me thonë derisa janë balancu kështë. Moshat janë të ndryshme, prej moshës 16 edhe të naltë, po nuk janë edhe shumë moshë madhore, kështu që janë koordinu në mes veti pas një kohë që i kanë bajt ushtrime, dhe me thonë. Dasmorët dinë të kenë kërkesa nga më të çuditshmet kur vije puna e dasmës së tyre, me pretendimin që të bëjnë më të veçantë ditën e tyre. Madje, repertuari i këngëtarëve është ai që në shumicën e rasteve caktohet direkt nga kryefamiljari që mban dasmën. Në këtë rast, te vajzat në Kanaxheqe e dasma a përzihet aty këto naj vjehër, nën apo nuse, në zgjedhjen e asaj që defatorët duhet të këndojnë. Ato që e kanë për herë të parë, dhe me thonë, po flas për Kanaxheq, kërkojnë dhe me thonë me organizu Kanaxheqin pjesën e kanës krejt prej meja, po kupta. Unë ju të regoj që normalisht këto e këndojnë pjesën e kanës. Kana zakonisht shkon krejt në fond, po flasë për Kanaxheqja. Për dasma, i kërkojnë me shku me marë nusën, edhe me hy me qiftin, tashti në vend të panave i preferojnë tash edhe këto, gjatë që është ma ndryshë edhe marisi, normalisht. Për repertuar e vjen spontanisht, apo kuptan, e fillojnë një këngë mas ne njëna tjetër e lidhin komplet. Kërkesat e dy palëve shpesh dinë të ndeshën e madje të shkaktojnë edhe probleme që mund të bëjnë pakënaqësi tek defatorët e njëkohësisht nusët. Kërkesat e pronarëve të dasmës janë normalisht që këto me dhonë maksimumin e vetë, edhe e kanë atë mira. Kërkesat e tona janë me respektu orarin, pasi që na është sezon dhe mrenda ditës ka ndodhi kemi kry 6 ose 7 dasma, edhe ka ndodhë që edhe është anullu për shembull, jo shumë, që çdo të 2 krejt, po ka ndodhë për shkak që i kanë vanu vajzat, edhe pse u kanë me orë caktune deri sa më i majtë.
Me një repertuar rreth 40 minuta, vajzat nga Ferizaj patën mjaftueshëm data si vjet. Bile edhe për 2016 ende si kanë mbyllur gjitha. Shumë është, kur tham shumë janë bi 90 dasma. Nëse dëshirojnë të fatore për dasëm, ka tjetër çmim. Nëse për Kanaxhegj, për Abdallën çmimi. E për dy as bashku mund të ketë edhe zbritje. Për çmime na kontaktojnë, mund me na kontaktu, na ju tregojmë, normalisht që dallon, pasi që me shku me marrë një nuse, koha nuk është e caktune, se normalisht na krejt e dim sova nuën, kirët ose kështu komplet, aty sigurisht na i merë 3-4 orë kohë. Në vartë edhe prej vendit, për shembull Ferizaj P është shumë larg. Ka shumë raste që nuset nuk e përjetojnë në rënd largimin nga shtëpia e prindërve për tek e burrit. E në natën e tyre të beqarisë aktrojnë që janë duke qarë, por grupit të defatorëve ka gjastë të ju hyjnë natje ta bëjnë të pamundurën e tyre për t'ia parë lotët real nusës. Nështë ka ndodhë na i rast, x rast, kur dasmor tjerë, familjes nusës kanë kërku që halo ma shumë, hajde me këndu halo ma shumë edhe këtu e në pizat. Apo kuptan atë kuptim të më thonë diri sa e kanë shni me kojt, ose ka ndodhë rasti tjetër kur nusja nuk koj i keshke. Nuk do të kishte lezet ta mbyllim këtë takim tonin me defatorët pa e parë se si do të tinglante të këndohej në dasma Nora, Tuna, Dafina, Elvana, Eledri. Me këngë, të vajit e të gëzimit janë traditat e dasmave shqiptare, e juaja është vendosni se si do ta bëni me apo pa defa.